Dhe më gjërësisht do diskutojmë me zotin Rinaldo Pipiria, drejtor i Nareas. Zoti Pipiria, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi ime ju përsëri, sidomos kur flasim për çështjen e rivlerësimit. Jemi afër, një muaj e pak ka mbetur dhe do të filloj më pas zbatimin saj, kështu që duhet flasim aq më tepër që tashmë është pjesë edhe e paketës fiskale u miratuar ditën e dieshme në kuvendin e Shqipërisë. Për ta nisur bisedën, zoti Pipiria, si mendoni se do ndikoj, do të çliroj kapital sikur se ka ndodhur edhe me fushatat e ndërmarra më herët gjatë viteve? Është fatikisht një lajm shumë pritur. Kemi qenë në pikë pyetje a do të aplikohet, kur do të aplikohet. Fakti që është miratuar në parim në Parlamentin e Shqipërisë ditën e dieshme, është një lajm shumë pritur. Ne besojmë se do të çlirojë mjaftueshëm ofertë për tregun dhe do të çlirojë kapital. Pra 2026 do të jetë një vit që ne jemi shumë optimistë, sidomos edhe për shkak të fushatës së vlerësimit. Uroj shumë që do të kemi hapësirë për çdo shqiptar i cili do dojë të marrë banesën e vet, sidomos për ata që do duan të blejnë banesën e parë. Besoj që 2026 do të jetë ky vit ku mund ta bëjmë realitetën e tyre. Në anën tjetër, kjo pritje ju e përmendët që ka pasur disa vonesa, pati nëse nuk gaboj 2 apo 3 shtyrje, pikërisht një ndër arsyet ishte mungesa e çmimeve të referencës në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ky ngërç ose kjo vonesë më saktë ka sjell ngërç në treg me idenë që njerëzit presin për të bërë rivlerësimin pastaj të shesin shtëpinë. Fatikisht do të jemi 16 muaj, 18 muaj ndjes, po themi një vit e gjysmë që kemi qenë duke pritur fushatë e rivlerësimit. E kemi thënë që 2024 dhe 2025 kanë qenë vite që ka pasur ngërç, sidomos për shkak të dy lajmërimeve të bëra shumë herët në kohë. Ka sjell ulje, po themi, të dinamikave në treg, patjetër që ka shkaktuar presion për sa i përket pjesës së çmimit, pra kemi pasur çmime më të larta se ç'do të kishim në momentin që kemi fushatë rivlerësimi. Kështu që prandaj themi që 2026 do të jetë mundësi ku do të zbutet pak presioni mbi çmimet. Nuk di të them nëse arsye vërtet ka qenë çmimet e referencës apo jo, i takon praktikisht Ministrisë Financave po ta shtojmë vërtet pse ka shtyr, por ne ka qenë totalisht e palidur për çmimin, totalisht e palidur me çmimet e referencës, sepse ne besojmë shumë fort të ashtusin gjithë Europën, ashtu si dhe nga kontinenti më thanë oqeanit, në Amerikë, ose po vi nga 2 javë vizit për pasuritë e paluajshme në Amerikë, ku bëhet fjalë për pasuritë e paluajshme, ku bëhet fjalë për strehimin, nuk lidhet me çmimin e referencës, atë më tepër nuk lidhet me norma kaq të ashpra tatimi, siç ne vazhdojmë të kemi në Shqipëri, që të tatoj me 15%. Pra duhet kuptojmë që sot qëndrimi është që do të tatosh me 15%, edhe pse po lejon që për 12 muaj të kemi një tatim 5% për sa i përket transaksioneve pasuritë e paluajshme dhe vetë. Ky 15% zhmbase është edhe një nga arsyet që mban informalitet në këtë sektor, sepse njerëzit nuk dëshirojnë të paguajnë 15% dhe një pjesë e transaksionit bëhet me bank, një pjesë cash, që është më se... Besoj që 15% nuk i ka sjell asnjë të mirë. Si qeverisë, qoftë qytetarëve shqiptar duke vështirësuar jetën për strehimin, po qoftë edhe të gjithë ekonomisë shqiptare. Nuk di të them se ç'pjesë po themi informalitetit, po themi sa është informaliteti në të tretë dhe ç'pjesë ndikohet, por e di që 15% nuk është në të mirë të askujt. Sot, si Europa, si Amerika, të gjithë janë duke luftuar me përballueshmërinë e strehimit. Të gjithë janë duke luftuar për të sjellë një strehim të përballueshëm për qytetarët e tyre. Ka pafund programe sociale të cilat ndihmojnë si në qira, po qoftë në strehimin e një familje të re, apo qoftë në strehimin e parë, po themi në banesën parësore apo në blerjen e banesës parë. Dhe nuk e kuptoj pse ne kemi ngelur kaq shumë brapa si vend duke u kapur fort tek 15%. Në bisedimet që keni pasur me autoritetet mbase edhe me ministrat e linjës, ka ndonjë sinjalizim që pas kësaj fushate të rivlerësimit nivelin e 5% të rishikohet edhe ky tatimi 15% mbi fitimin kur ka një transaksion për shitjen e pasurive të paluajtshme, që të jetë 6-7? Po, do t'i referohem vetëm një nga daljeve të kryeministit, i cili ka thënë që për sa i përket, po themi ka deklaruar për sa i përket përballueshmërisë së strehimit apo një strehimi të përballueshëm,
do duhet ta luftojmë të gjithë bashkë, pra do duhet ta marrim si part të gjithë bashkë. Ne dimë që kemi pasur një sektor turizmi i cili ka performuar shumë mirë, i cili ka sjellë vlerës tuaj dhe investitorët tuaj, por deri këtu, pra deri në të pikë ka sjellë presion brenda tregut, siç ndodh në fatikisht gjithë botën, në Spanjë, Portugali, në Itali, në Greqi, pra gjithë Kroaci, gjithë vendet që kanë një sektor turizmi që performon kanë këtë lloj presioni. Por, në ana tjetër, ka vetëm një djalë që është dalë e kryeministrit që thotë që në vijim ne do duhet të merrem me strehimin e përballueshëm dhe do duhet ta kemi këtë si sfidë të gjithë bashkë, të interrogojmë gjithë bashkë. Do duhet shikojmë nëse pas 2026 këto fjalë do duhet të kthehen në realitet duke u përkthyer në politika fiskale për strehimin e përballueshëm. Nuk ka pasur asnjë reagim nga ministrit e linjës, se përmend vetëm fjalë e kryeministrit, nuk ka pasur asnjë reagim nga ministrit e linjës se si do të adresohet pjesa e përballueshmërisë të strehimit. E di që ka një politikë fiskale, po themi, ka një projekt ligj mbi taksimin e banesave, që duhet të hyjë në fuqi me sa kuptuam në 2028, pra nuk duhet të jetë në 2026-2027. Ky mund të ishte një komponent i cili ndihmonte daljen në treg të pronave të cilat nuk janë në përdorim, pra dekurajonte spekulimin, por është 2 vite e pak larg, pra është shumë që të presim në 2 vite të tjera. Në moment që ne do të kemi një test për të sjellë propozime, apo në moment që po themi angazhimi kryeministit do të përkthehet në politika fiskale në Ministrinë e Linjës, ne jemi gati ndihmojmë. Kemi projekte gati dhe modele të shëndetshme që vijnë nga Europa, ashtu siç kemi modele të shëndetshme që vijnë nga Amerika për sa i përket pjesës së taksimit të transaksioneve, për sa i përket programeve të strehimit, po themi të qerave, apo për sa i përket taksave të pronës. Pra shumë herë për të thënë që sot qeveria ka një vullnet për të marrë me taksimin e pasurisë paluajshme sa i përket barës së strehimit. Dhe cili mendoni se është modeli më i mirë, pra si duhet trajtohet kjo çështje në vendin tonë? E para sa duhet të jetë tatimi mbi fitimin në transaksione të tilla nga 15%, një përgjysmim është i udhës në 7 apo 8% dhe njëkohësisht duhet ketë edhe shkallëzime shtëpia e parë për të rinjt në mënyrë që të dalin tek ajo që thatë ju, strehimi i përballueshëm, shtëpia e dytë, shtëpia e tretë e kështu me radhë. Ne kemi 3 vite që e ndihmojmë ekzekutimin shqiptar me modele të ndryshme. Kemi modelin amerikan. Praktikisht, kemi bërë detyrat e shtëpisë, kemi bërë ne studime ndërkombëtare duke përfshirë vetëm kontinentin e Europës, pra Europën perëndimore sidomos, duke përfshirë vetëm Amerikën, por duke përfshirë edhe Kanadan. Pra ka mjaftuar shumë modele, mjafton vullneti dhe guximi për të zgjedhur një model se si do të aplikohet. Vendet e zhvilluara, po themi Italia që e kemi komshi, pjesa e Evropës perëndimore, por edhe Amerika e përjashtojnë tatimin mbi fitimin kapital ku bëhet fjalë për shtëpinë e parë. Pra nëse kjo është banesa ime parsorë, nëse kjo është vendi ku unë jetoj, nëse kjo është shtëpia ime e parë, dhe unë po e shes dhe po blej një shtëpi tjetër, e këtë përjashtuar. Vendet e zhvilluara sot dekurajojnë spekulimin dhe inkurajojnë pronësinë afatgjatë. Ne nuk kemi sot një dekurajim për spekulimin. Ne nuk kemi një inkurajim për pronësinë afatgjatë. Ne njësoj trajtohet si ai që e merr shtëpinë, e bën biznes, e riparon dhe hedh në treg, njësoj trajtohet edhe një familje e shtresës mesme, e cila nga burë e gru vetëm, u bën me 2 fëmijë, apo me 1 fëmijë, apo me 3 fëmijë dhe po shkojnë në një hapësirë më të madhe, apo po rilokohen në një qytet tjetër, po zhvendohen në një qytet tjetër sepse aty prindërit kanë punë, ne trajtojmë njësoj. Ne trajtojmë njësoj individin shtresën mesme me një SHPK. Po të shikonin praktikën fiskale, po të paketën fiskale, edhe rivlerësimi, si të jesh një SHPK, si të jesh një SHA, si të jesh një super biznes, ti do paguash njësoj 5% siç paguan shtresa mesme. Kështu që moralisht kjo nuk qëndron. Ka mjaftuar shumë modele që kemi thënë, ne besojmë që duhet të jetë 0 për shtëpinë e parë, në momentin që ti e ke banesë parsorë dhe në momentin që ti e ke banuar të paktën gjysmën e kohës. Qofshin këto 0, qofshin këto 1 vit, qofshin 2 vite, qofshin 3 vite, qofshin 5 vite, siç e kanë disa vende. Shumica e kanë dëshmangur. Ne besojmë që shtëpia e dytë do duhet të jetë e inkurajuar të dalin në treg afatgjat. Programet në perëndim, edhe në Amerikë, po them në Evropë perëndimore, edhe në Amerikë e kanë të incentivuar daljen në shtëpisë, mos mbajtur bosh, por të dalin në programe strehimi afatgjat. Ne besojmë që nuk do të taksohet shtëpia e dytë nëse futet në një program të strehimit social me bashkinë. Nuk ka nevojë ndoshta të ndërtohet bashkëtimisht nga enti kombëtar i banesave, po përdor fondin
e banesës që ke sot, që të cilët mund të rezultojnë bosh. Pra janë të vlera, por nuk banohen rregullisht. Pra ka modele pafund. Por atë që ne besojmë, tatimi mbi fitimin kapital duhet të jetë zero për shtëpinë e parë, për shtresat e mesme dhe për ata që mbajnë afatgjat. Renaldo, strehimi i përballueshëm nuk kupton që qeveria shqiptare duhet ndërmarrë iniciativa për të ofruar incentiva ndryshme për të rinjt dhe të rejat, por jo vetëm, apo do të thotë që tregu i gjithi duhet reflektojë një ulje të çmimeve. Kam përshtypjen që kjo e dyta është tregu që vendos uljen apo rritjen e çmimeve. Personalisht, kur bëhet fjalë për pjesën e politikave, jam i qendrës, pra nuk jam as i majt as i djathtë, dhe unë besoj shumë që do duhet sa më pak ndërhyrje drejt për drejt e qeverisë në treg, që tregu do duhet të rregullohet vetë. Ndërhyrja e qeverisë do duhet atë që ka për detyrë të bëjë me politikat fiskale. Politikat fiskale sot në Shqipëri, ne kemi shumë ndryshe vuajtjen që kemi për shtrime përballueshëm nga perëndimi që ka probleme ofertën, sot në Shqipëri ne vuajmë sepse ne kanë ngurtësuar tregun politika fiskale. Kështu që unë jam i versionit, po themi, alternative 2 që ju përmendët, që jam lëre tregu të rregullohet, mos e deformo me 15%, mos e deformo me 15% për qeran e afatgjate, pra ka disa politika fiskale të cilat mund të ndihmojnë tregun. Dhe më pas, nëse tregu nuk po rregullohet dhe me këto rregullime në taksi, atëherë mund të ndërhyjë qeveria me programe strehimi, duke subvencionuar qeran apo duke bërë përjashtime të tjera në transaksione pasuritë e paluajshme. Pra qoftë në kalimin e tillë procesi. Pra ka disa kosto, për shembull sot, përveç se 15% tatimi fitimin kapital, ti ke edhe disa kosto për kalimin e pronësisë. Nëse ti je një çift i ri, një familje e re, po me shtëpinë tënde të parë, ndoshta mund ta bësh zero. Kostet e tjera, pra pjesa e kontratës notariale, pjesa e taksave që paguan në hipotekë. Pra ka disa elemente tjetër të cilët ti mund të ndrysh për ta lehtësuar shtrimin. Po kryesisht tregu do duhet të rregullohet vetë, sepse në një moment që ndryrojnë qeveria, atëherë mund të kemi deformime akoma më të vështira siç kemi aktualisht me 15%. Zakonisht vendet e zhvilluara shkojnë deri aty sa që nuk e tatojnë paranë e cila merret borx, pra merret kredi për bler banesë. Pra nëse ke të ardhura nga paga, ajo pjesë e cila shkon për shlyerjen e kredisë për banesë nuk tatohet, pra ngelen më shumë në dispozicion për të përballuar kredin. E kam fjalën që mundësitë janë pafund, mjafton vullneti për t'i aplikuar, për t'i zbatuar ato. Pra do duhet të kalonin përveç se subvencionimit që i bëhet për fëmijën deri 18 vjeç në 2026, do duhet të ishim akoma më të avancuar me politikën fiskale dhe më të guximshëm që thoshin ti çfarë, kush janë ato familjet e mesme, të cilat janë duke konsumuar një sasi të ardhurave të tyre për paguar interesat e kredive, atëherë do ta subvencionojnë këtë pjesë. Pra do duhet t'ia heqim nga baza e faturës. Dhe unë jam dakord, por në këtë situatë është e tepër, ne duhet të thënë qeverisë lutem, nga 15 bëhet 0. Ne i thamë bëhet 3. Bëhet 3 tatimi dhe prapë qeveria nuk është e vullnet ta bënte 3 e la 5. Kështu që më duket shumë e avancuar që ti kërkojmë të lutem na rimbursojë dhe të na largosh nga tatime dhe interesa. Të paktën këtë bëjmë të tjetër, pastaj kalojmë te interesat e kredisë. Ti marrim me radhë. Renaldo, të rikthehemi sërish tek referenca, por njëkohësisht edhe tek rivlerësimi në nivelin e 5%. Referencat janë realiste sepse atëherë kur dolën çmimet, pati edhe debate në lidhje me faktin se në disa zona referenca mund të jetë më lart krahasuar me ç'është realisht tregu. Referencat janë një përpjekje mirë për të shkuar afër realitetit. Mendoj që do të jenë të mira vetëm pas 6 muajve të parë të 2027-s. Sepse vetëm atëherë do të kemi mundësi për të pasur një pamje të qartë të realitetit mbi çmimet e tregut, sepse do të kemi efekte që do të vinë nga fushat e rivlerësimit me 5%. Që po të na kishin dëgjuar ne, në moment që i tham 3 apo 0, do të ishim akoma më afër realitetit. Po themi në këtë moment do të jemi të paktën 90% në 85% afër realitetit. Pra mezi, po themi 6 muaj parë 2027 do të kemi një pamje të qartë se ku qëndrojnë çmimet e referencës me realitetin e tregut. Sepse këto çmime referenca që kemi sot, po themi si ato që janë për Tiranën, si ato që janë jashtë qytetit Tiranës dhe bashkisë Tiranës, janë të bazuara mbi një treg i cili është i deformuar. Për shkak të 15%. Kështu që nuk mund të themi a priori që janë të mira si çmime. Gjithsesi, rritja e çmimeve të referencës thuajse në të gjithë territorin
në mënyrë drejt për drejt apo edhe tërthort jep ose ka dhënë ndikime në rritjen e çmimeve, sepse në tregje që janë disi reagon edhe në një farë mënyrë edhe emocioni, reflektimi mund bëhet përpara se një ligj të hyjë në fuqi. Patjetër që çmimet e referencave, rritja e çmimeve të referencave do të shkaktojë rritje të çmimeve të banesave të pronave, por jo a priori në ato raste, do të shkaktojë në ato raste kur individi kishte ndërmend të shmangte pagesën e detyrimeve dhe tani nga halli fakti që çmimet e referencave janë rritur dhe po shkojnë te realiteti, çdo bar që ai ka pasur ndërmend ta shmangë do ta ngarkohet dhe do të jetojë në çmim final. Por pjesën tjetër, për ato transaksione të cilat kanë qenë 100% deklaruara dhe në përputhje me kuadrin ligjor, nuk do të ketë një ndikim mbi çmimin, sepse çmimet e referencave asnjëherë nuk janë fikse me realitetin, tentojnë të shkojnë në realitet, por asnjëherë nuk janë fikse, janë gjithmonë më poshtë se çmimet e tregut. Nëse shef pronën në çmimin e tregut, ja të barë që kishe përpaguar ato të vazhdosh të paguash. I vetmi favor është që do kesh 5% nga 15. Interesi, mendoni se do të jetë i lartë gjatë kësaj fushate të rivlerësimit, krahasuar edhe me të kaluarat, ku duhet thënë që përqindja ishte në nivele më të ulta, ishte në 2, nëse nuk gaboj, fillimisht dhe në 3 pastaj. Mendojmë që do të jetë interesi i lartë për shkak se nga kryeministri apo nga zoti kryeministri është treguar tashmë që kjo është fushata e fundit e rivlerësimit. Ne mendojmë që do të ketë aq shumë aplikime sa do të jetë vështirë për të procesuar të gjitha brenda 12 muajve. Prandaj jemi të kënaqur me vendimin e Ministrisë së Financave që na ka dëgjuar në këtë pikë, ka zgjatur afatin nga 9 muaj, e ka çuar 12 plus 3. Kur them 12 janë 1 janar me 31 dhjetor 2026 për të futur gjitha aplikimet për rivlerësimin dhe i ka dhënë dhe 3 muaj plus ASHK-s bazuar në propozimin e Nareas që të mund të ketë kohë për të procesuar të gjitha aplikimet, për të emetuar fakturën dhe më pas qytetarët mund ta pagojnë brenda 31 marsit të 2027. Ne ishim një propozim për ta çuar deri në qershor të 2027, megjithatë e mesme e ardhmë 31 mars 2027 po themi jemi deri diku të kënaqur. Kështu që nuk e diskutojmë që do të ketë interes, madje po themi ndoshta nuk do arrihet të procesohet çdo aplikim. Por nëse kam përshtypjen nëse do të ketë një interes shumë të lartë, nëse do të ketë aplikime në pritje, qeveria do detyrohet ta shtyjë kohën edhe mbase një 6 mujor tjetër në deri në qershor 2027, sikurse keni propozuar ju, sepse nuk mund të lihen pas disa, ndërkohë që duhet ta realizojnë të gjithë, sepse oferta është për të gjithë normalisht. Oferta është për gjithë, nëse duhet i trajtojmë të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë dhe ne besojmë që duhet të shkojnë në atë drejtim dhe besojmë që nëse duam të trajtojmë të gjithë në mënyrë të barabartë gjatë gjithë kohës, do duhet nga 15% të zbresim takimin mbi fitimin kapitalit në atë nivele që ka propozuar në realisht. Patjetër në fat gjatë. Dhe Renaldo, për ta mbyllur me situatën aktuale të tregut, çmimet në opinionin tuaj janë maturuar, janë stabilizuar pak a shumë në këto nivele? Mendojmë që për Tiranën janë të maturuara. Përveç projekteve të reja, të cilat janë projekte të cilat prezantohen sot, por e kanë ekzekutimin dorëzimin për 7 vite, mendoj që qyteti i Tiranës është maturuar, kurse Bregdeti mendoj që ka mjaftueshëm kërkesë, çka do të bëjë që do të kemi presione që do të rrisin çmimet në Bregdet. Si u tregova më herët, sapo vi nga një vizitë 2 javore duke promovuar Shqipërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një vëmendje për te pritshmërive tona në Amerikë, duke pritur delegacione të cilat do të vinë gjatë 6 muajve të parë të 2027, pak ky është diskutimi tashmë, edhe të gjithë shikojnë për Bregdetin e Shqipërisë, pra shikojnë nga veriu deri në jug. Ashtu më tepër me prezantimin e projekteve të reja që kemi bërë për paketën e maleve dhe paketa e maleve ka tërhequr një vëmendje. Kështu që aty ku janë zona turistike, ne besojmë që presioni i kërkesës do ta bëjë të detyrueshme rritjen e çmimeve, thjesht do duhet të lëvizim ne, po themi si vend, jo vetëm me një paketë oferte të mirë, por edhe me politika fiskale të cilat do ndihmojnë formalizimin e këtyre transaksioneve Bregdet, por edhe kanalizimin e të gjithë kapitalit të huaj që po vjen në Shqipëri në përfitim të qytetarëve të zonave bregdetare, zonave turistike. Pa po themi qyteti i Durrësit apo pjesa e Velikojës apo pjesa e Vlorës apo pjesa e Sarandës, qytetarët që aty nuk duhet
të detyrohet të lënë qytetin për shkak të çmimeve të larta, për shkak të presionit të kërkesës që vjen nga vlerësit e huaj. Pra do duhet kenë ndihmë për të jetuar dhe për shkëmbyer aty. Kërkesa për te Atlantikut nga Shtetet e Bashkuara që ju e përmendat vjen kryesisht nga investitor apo edhe nga qytetarë? Investitor flas për ata që duan ndërtojnë hotele, resorte etj. etj. Në historikun e vendeve të zhvilluara, asnjëherë investitorët nuk i hyn detit në këmbë dhe të vinë pa e njohur një vend, dhe të vinë direkt të sjellin kapitalin e tyre dhe biznesin e tyre të vendit. Në përgjithësi vinë herën e parë si turist, herën e dytë drejtuesit e fondeve të mëdha ose drejtuesit e kompanive vinë kryen investimin e tyre personal, pra marrin një eksperiencë, se çfarë do të thotë ti si individ të investosh në këtë vend, si një vlerësi juaj dhe më pas tërheqin dhe kapitalet e tyre. Në këtë pikë ne jemi duke promovuar Shqipërinë të paktën te vlerësit e huaj, dhe të paktën tek ndërmjetësit pasurive të paluajshme në 3-4 shtete të ndryshme, duke futur New Yorkun, New Jerseyn edhe pjesën e Texasit. Mos fundi, kemi marrëveshje me Florida, me Miami dhe me Orlando, pra kemi 5 marrëveshje të nënshkruara. Jemi duke promovuar tek këta individ të cilët në një pjesë të mirë janë drejtues të kompanive të cilat janë të paktën të investuar jashtë Amerikës. Kështu që duhet të japim një eksperiencë shumë të mirë individuale që më pas të ta transferojnë si eksperiencë në kompani që ata drejtojnë. Renaldo, ju falenderoj për gjitha mendimet dhe sjella në studion e televizionit Skan. Ditë mbar në vim.